të jo të këndshme në shletimin e energjisë. Masash duhet të ndërmarrë atëherë qeveria për të zbutur një farforme ndikimin e inflacionit në vend? Qeveria e ka pas shkopin magjik të marrë masa ko më parë kur u ngrit mënyrë të vazhdueshme çmimi i naftës. Nuk e ka marrë atë vendim sepse qeveria ka dëshirë të krenohet me rritjen e buxhetit. Dhe e para dhe e dyta, tash edhe nëse e merr vendimin për heqjen e akcizës, përsëri çmimet nuk rikthehen në kohë më parë. Dhe qeveria duhet të bëjë ndryshime radikale. Së pari, reforma në administratën shtetërore, të dyti, zvoglimin e ministrive përkatëse, dhe së treti, mjetet financiare të cilët shpenzohen së koti për zanës ministra që Kosova po prinë, do të thënë më shumë se sa Gjermania, dhe këto shpenzime të panevojshme të rikthen në supportim të bizneseve prodhuese dhe të rikthen në zhvillimin e bizneseve tregtare. Dhe qeveria në këtë mënyrë, nëpërmjet ndryshimit të politikave fiskale, pikon drejt për drejt në stimulimin e bizneseve dhe ulët importit që i kemi. E qartë, profesor